kur elementet e shpërdorimit detyrës dhe elementet e mbulimit të krimit, pra këto elemente janë element bashkëpunimi në krimin kryesor, si që është vrasja, sepse ti nuk mund të marrësh të veçuar, po do të marrësh pse ti fsheve gjurmë dhe krim, për çfarë arsye e bere një gjatë tillë ti? Për çfarë arsye e bere? Kur ti e ke bërë për arsye se je vetë, do më thënë, aji personi që ke organizuar, edhe gjithë skemën e ke bërë ti, nuk e shtë fsheje gjurmës krimit kjo. Këto e në element të veprës penale të vrasjes, të cilësuar e para. Dhe e dyta para se të thotë Martini, dua, do më thënë, më shumë të bej optimist në kuptimin e mirë të fjallës Martini. Se për ato e kisha dhënë pyetje. Martini, do më thënë, nuk ka besim. Martin, nuk kam. Nuk e besim. Martin, në rast se nuk do dënohe Berisha me grupin e ti për këtë vrasje, që është bërë në bulevar, që është bërë demokracisë, dhe që me pasoja, do më thënë, të jashtëzakonshme, dhe që ka bërë një kryeministër i një vendi, jonë këtë, dhe nuk do të dënohet për këtë vepër penale, që jesh i bindur 100% që janë të dënuar pastaj gjithë shqiptarët, dhe shqiptarët nuk do pranojnë kurrë në kurrës të jenë ata të dënuar, e të thonë, roti Sali Berisha me familjen tënde, vrik fushtingjellet edhe tjerë po ikim, shtojmë kokën, edhe nuk duam të shikojmë sytë me këtij vend. Martin, nuk e lejon askush. Martin, mbas fillimit deri tani në fund, të ka ndryshuar në pak bindja nëse do vendoset drejtësi për janaren apo jo? Po, unë jam dyshues për arsye se nga gjithë çka u tha, por kam të vetmen shpresë nga ato që thatë ju për ndryshimin e qëndrimit të vetë zotit Berisha, i cili tregon një farë frike për çfarë pret lidhur me 20 janarit. Megjithatë, po e lë në dilemë, Spaku është para një prove të madhe. Ose do të vendos para drejtësisë dhe do dënoj Sali Berishën dhe të tjerë për 20 janarin, ose Sali Berisha do dënohet vetëm nga një trup gjykues me kryetar zotin. Nuk ka asnjë problem dhe zgjidhje tjetër.